qëndrimi juaj është që as me opozitën, as me qeverin në detyrë që është aktualisht, nëse nuk e marim drejtimin e qeverisë, pra kryeministrin. Por, pyetja është që edhe shumë vetë po i shqetëson, si mund dhe dikush ta menaxhoj Kosovën, kur brenda partisë ka probleme dhe nuk mund ta menaxhoj vetë partinë. Pyetja është direkte, për shkak që këto probleme kanë ndodhur fiks para një muaji, po për gazetarët kanë qenë të qasshme vetëm këtë javë që po e lam pas, dhe për hir të vërtetës na ngjalli shumë diskutime dhe edhe neve në studio na dha shumë tema për me diskutu, po edhe ju si Lidhje Demokratike e Kosovës ishit shumë të hapur që të vini dhe të përgjigjeni për gjitha këto se që ka ndodhur me mesazhet që janë publiku. Ç'është çdo gjendje, ç'është gjendja brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, a është tashmë çdo gjë e sqaruar? Me atë cilësimin që thatë ju që po kalojmë në për një situatë pa menaxhueshme, unë nuk pajtohem. Situata është nën kontroll, është e menaxhueshme. Duhet me pas në konsiderat se në çdo parti politike, po ashtu edhe në Lidhje Demokratike të Kosovës, ka mendime të ndryshme, ka këshilla, sugjerime, vërejtje, kritika, ka dyshime, rezerva, hezitime e tjera. Dhe ne bashkëbisedojmë. Një ndër mënyrat e bashkëbisedimit për disa çështje është edhe në aplikacionet të cilat ne i përdorim. Kjo mënyrë e komunikimit thuajse është në çdo parti politike. Dikun ka tensione më shumë, dikun më pak. Është e rëndësishme që ky komunikim është me një kulturë të komunikimit, pa ofendime, edhe duke i shtru problemet të cilat duhet me i adresu. Tani o çështje tjetër që publikimet e një partije do të thotë dalin në publik, kurse ka parti që i mbajnë të mbyllura. Por kjo nuk do të thotë që nuk kanë tensione edhe me të thella se që kemi ne. Çështjet që ngrit, janë ngrit lidhje me votat të cilat janë siguruar nga diaspora. Do thotë flasim për kontingjentin e votave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk flasim për votat të huazuara nga ndonjë parti tjetër në çfarëdo forme. Do thotë flasim për 20.000 vota të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ka pas deputet që kanë ngritur shqetësime që a ka ndonjë manipulim brenda këtyre votave nga kontingjenti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kjo temë është tru, do thotë ai komunikim ka ndodhur para se mu mbajti mbledhja e kryesisë, edhe në mbledhjen e kryesisë është adresuar kjo temë. Do thotë është dhënë përgjigje, atë sa kemi pas informata, njohuri, edhe është bërë kërkesë, edhe është hap rruga, edhe është pajtueshmëria e të gjithë anëtarëve të kryesisë, nëse dikush ka fakte, ka elemente, ka argumente, është i mirëseardhur që t'i adresoj edhe tek organet e drejtësisë, përveç tek mekanizmat e brendshëm që i kemi ne. Me përmbylljen e këtij takimi, do të thotë kështu ka qenë aja bindja jonë, kështu është përmbyll, që të gjithë që kanë ndonjë dyshim me ofru informata, me ofru fakte, edhe ne të gjithë jemi të interesuar, askush nuk ka rezerva nëse një vot është manipulu në mënyrë palegjshme, atëherë do duhet organet e drejtësisë me u marrë. A ka ndonjë kërkesë nga ndonjë kandidat për deputet, nuk kam informata. Unë nuk jam kontaktuar, as nuk e di që ndonjë koleg i imi është kontaktuar nga organet e hetësisë. Kështu që me të vërtet nuk e kuptoj pse unë ngrit aq shumë pluhur lidhje me këtë temë në atë komunikimin e brendshëm për çështjet kur dikush e krijon një rezervë, një hezitim, kërkon edhe përgjigje. Po meqense është po normale që ndoshta
duket pak e tepër që po diskutohet shumë kjo pjesë, por vetë ish kryeministri Hoti ka dalë i pari me qëndrime publike dhe më pas kanë dalë mesazhet brenda grupit të cilët ju i keni dhe në fakt kjo na ka bo shumë e diskutu, do e marrë parasysh që si është e mundur që një ish kryeministër të shkoj deri në këtë pikë, domethënë dikush brenda është të bo diçka mes njëri tjetrit, mes antarëve, dhe kjo na ka bo ndoshta me diskutu pak ma shumë, po pyetja ime është, zoti Quni, kur një nën kryetar i një partije del me statuse publike në rrjetet sociale, do të thotë që del me qëndrimin e partisë apo del me qëndrime individuale? Për kanë e keni fjalën? Për Doarsa Kica Xhelilin, sepse ajo po thotë që ju po thoni që është shumë normale që ka pak naci, neve dhe në familje kemi pak naci dhe diskutojmë, po ajo ka dalë duke i cilësuar disa persona armiq brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kush janë armiqt e Lidhjes Demokratike të Kosovës që kjo parti po i mban brenda, nëse veç e din? Jo, nuk e besoj që e ka pas me këtë. Nuk e besoj që e ka pas... Se ajo i ka pas edhe 2 pika ma lartë, po më përdu me dalë të pikrisht të ju, të Lidhja Demokratike, sepse armiqt jashtëm normalisht që kanë gjithë se cili. E para, kështu, ne ka herë me këto terma armiq, më ndorë që po i egzagerojmë, unë nuk e besoj që mbrenda komunitetit shqiptar, edhe jashta Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të duhet dikën me cilësu si armiq. Ne mundim me qenë... Po, Doarsa ka thonë armiq brenda. Po, besoj e ka pasë në thojza, do të thotë është një lloj metafore, po jo mi trajtu si armiq. Nuk e kam, seriozisht nuk e kam pa këtë postim. Nuk i ke pas statuse? Jo, nuk e kam pa. Sot e kam taku, kemi bashkëbisedu e tjera, edhe kryesisht jemi në këto frekvenca që siç po deklarojmë edhe unë tani. Do të thotë njëjta shqetësime, me të njëjta parametra, me të njëjta norma e tjera e trajtojmë me qëtësinë shumë të madhe lidhe me problemet që munden me ndodhë. Lidhe me reagimin e ish kryeministrit Hoti. Unë kam qenë prezent kër është majtë takimi, edhe kër është ngrit nga zoti Hoti çështja e votave nga diaspora, ka kërku do një spjegim, janë dhanë spjegimet. Pritjet janë që trendi i votimit të kandidatëve në Kosovë do duhet të ishte i njëjtë edhe në diasporë. Kryesisht është i njëjtë, edhe mundet me pas disa nuanca shumë të vogla të ndryshimit në radhitjen në tabelë nga ato vota që sigurojnë Kosovë me ato jashtë. Këto kanë ndodhur edhe në të kalumen. Do thotë gjithnjë ndodh që ndonjë kandidat në diasporë e ka ndonjë perceptim më ndryshe, apo e ka mundësinë më të madhe me siguru besimin e qytetarëve që votojnë. Me lobime, familjar, mënyra të ndryshme, po që janë mënyra ligjore. Do thotë që një kandidat i shfrytëzon mundësitë, kanalet, rrjetin, shoqërinë, e tjera me siguru. Edhe mundet me ndryshu, do të thotë, radhitjen. Une jem, themi, nënkryetar i ngarkuar për organizimin e LDK-s në diasporë. Kemi arrit nga zgjedhjet e kaluara, kur i kemi pas 4280 vota, nga ai kontingent tani ti kemi se paku 20.000 vota. Do thotë është punu shumë. është pritë edhe për mu që do të kem një, themi, numër të konsiderueshëm të votave, pasi që me kolegët e mi kam qenë drejt për drejt i kyçun, takimet e ndryshme, këshilla, punë, veprime e tjera. Pse nuk reaguat ju? Nëse keni pas pritshmëri, pse nuk keni reaguar ju? Ja, tani për e spjegoj. Edhe kolegët e mi, në para llogaritjet kam menduar që unë do të jem një ndër më të votuarit. Po, në fakt, rezultati është, ai që implikohet me një punë, kërkon maksimumin, ai krijon edhe tensione, krijon edhe paknatësi, krijon edhe idhënime,
kur dikuj i kërkon llogari, i kërkon dinamizim të punës e tjera, nuk do të thotë që gjithnjë aja punë edhe vlerësohet. Edhe dikush nga distanca, që ndoshta nuk është implikum, por me paraqitjet mediale, me trajtimin e temave të ndryshme, nga studio, nga parlamenti e tjera, e krijon një percepcion më pozitiv. Unë do thot po e potencioj vetëm një dimenzion, se arsyet munden me qenë të ndryshme. Pregaditja, performansa, afërsia, karizma, qëndrueshmëria, artikulimi, deri tek ato që kanë jetu për shembull perëndim një kohë gjatë, kanë njohuri më të mëdha, i njohin rrethanat edhe themi edhe mendesinë e mërgjimtarëve se si me fitu besimin e tyre. Edhe kjo është shumë e natyrshme që mundet me kriju një, themi, ndryshim, jo radikal, po një ndryshim të vogël. Edhe kjo ndryshim është me të vërtet minor që ka ndodhur. Do thotë, radhitja është shumë minore. Përkundër asaj që ne kemi kërku, do thotë, edhe vetë kryetari, Lumir Abdixhiku, do thotë, kur e ka shtru këtë temë, urdhnonim, tregonim me emra, me mbi emra. Mos flasim për diçka abstrakte. Nëse keni konkret, urdhnoni, jem në dispozicion, i ngrisi mekanizmat, i kemi mekanizmat, shqyrtojmë çdo rast, ajo që është për te mundësive tona, do thotë janë edhe organet e drejtësisë.